Mbi 10.000 të dënuar pritet të përfitojnë nga amnistia penale. Drafti i shumëpritur është gati nga Ministria e Drejtësisë dhe përmes Këshillit të Ministrave pritet të depozitohet për miratim në kuvend. Sipas parashikimeve, 380 të burgosur do të lirohen menjëherë, ndërsa 980 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Do të lirohen menjëherë gratë që u kanë mbetur deri në 4 vite burg dhe burrat që u kanë mbetur deri në 3 vite, pavarësisht dënimit fillestar. Me përjashtim të veprave të rënda penale, përfitojnë gjithashtu gratë mbi 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç dhe personat që kanë qenë 18 vjeç ose më të vegjël kur kanë kryer veprën penale. Në draft është parashikuar ulja e dënimit me 1 vit për burrat dhe 1 vit e gjysmë për gratë dhe të miturit. Megjithatë, një sër kategorish nuk përfitojnë nga amnistia e plot. Bëhet fjalë për persona të dënuar për vepra të rënda penale, krime kundër njerëzimit, krime seksuale, vepra kundër fëmijëve, përfshirje në organizata kriminale apo korrupsion. Në draft parashikohet përfitimi nga amnistia dhe për 9.000 qytetarë të tjerë, pasi ndaj tyre hetimi ose gjykimi do të ndalet plotësisht. Amnistia parashikon që të ndalen procedimet për të gjitha çështjet që janë në hetim, çështjet e papërfunduara në gjykatë dhe kallëzimet e paraqitura për veprat e kryera deri më 31 dhjetor 2025, për të cilat dënimi maksimal është deri në 3 vite burg. Para se të marrë dritën jeshile nga ligjvënësit, drafti do të kalojë për diskutim në komisionet parlamentare.